Konfederata Ndërkombëtare e Sindikatave konstatoi një përkeqësim të thellë të drejtave të punëtorëve në indeksin e saj vjetor të drejtave bazuar në 97 tregues të përcaktuar nga Kombet e Bashkuara dhe traktatet ndërkombëtare. Të drejtat e punëtorëve, të cilët raporti i madh në 151 vende, ranë ndjeshëm veçanërisht në Europë dhe në Amerikë, me rezultatet më të këqija për këto dy rajone që nga fillimi i indeksit në vitin 2014. Shqipëria renditet mes vendeve që kufizojnë të drejtën për grevë duke u vlerësuar me 3 nga Konfederata. Ky klasifikim u referohet vendeve ku të drejtat e punëtorëve shkelen në mënyrë të vazhdueshme, megjithse mund të ekzistojë një kornizë ligjore që i njeh ato. Në 2025 një sër zhvillime shqetësuese në Europë dhe më gjerë dëshmojnë një klimë gjithnjë e marrëmiqësore ndaj sindikatave dhe lëvizjeve të punëtorëve. Në Belgjik, Francë dhe Finland, autoritetet kanë vazhduar me shtypjen e grevistëve duke përdorur masa ndëshkuese dhe ndalime për të frenuar protestat. Ndërkohë, qeveritë në Shqipëri, Hungari, Moldavi, Maltëzi dhe Mbretëri të Bashkuar janë kritikuar për abuzime me ligjin duke zgjeruar në mënyrë të tepruar për kufizimin e shërbimeve thelbësore, një manovër ligjore që kufizon ndjeshëm të drejtën për grevë. Në Greqi, Hungari, Serbi, Zvicër dhe Turqi, kompanitë kanë bërë ndërhyrje të drejtë për të penguar aktivitetin sindikal, duke dëmtuar mbrojtjen e punonjësve dhe duke minuar organizimin kolektiv. Një tjetër fenomen shqetësues është shfaqja e ashtu quajturave sindikata të verdha, struktura të kontrolluara nga punëdhënësit, të cilat janë vërejtur në Armeni, Greqi, Holand, Moldavi dhe Maqedoni të Veriut. Këto pseudosindikata përdoren për të zëvendësuar përfaqësimin e vërtetë të punëtorëve dhe për të dobësuar zërin e tyre në vendimarrje, thuhet ndër të tjera në raport. Në total, 87% e vendeve shkelën të drejtën për grevë dhe 80% shkelën të drejtën për negocim kolektiv.